si u njohët ju të dyja? Ne në fakt, Ester më ka bërë follow e para, Unë se bëj kjo gjithmonë është po. hapin e parë. Kjo bën hapin e parë, unë jam më pak më kështu. Është pak më rezervuar. Jam më rezervuar edhe jo komente, më bënte shpesh komente kjo mua, i bëra dhe follow back etj derisa një mikesha jone përbashkët na ftoi për një si tip bashkëpunimi në një biznes dhe unë aty e kam takuar Esterin për herë të parë dhe kishim Kishim një klik. Edhe direkt. thjesht u bëm Do të thënë persona që kanë qenë aty kanë kujtuar këto, kush e di se sa vite, kohë kanë që një po jo, është hera parë që ne takohemi. Po mirë, besoj jeni në këtë stadin që çdo gjë që keni, çdo gjë e tregoni, i dini të mira, zeza, të bardha. Në natës, po. Esteri merr në 3 të natës. Kemi diçka sepse nuk na lidh asnjë shoqëri tjetër, edhe është thjesht shoqëria e ne të dyjave. Kupton? Domethënë nuk është se kemi shoqëri të përbashkët që se kur je në një grup shoqëror nuk është se mund diskutosh shumë me një gocë për grupin, sepse ka një mundësi shumë të larë që ai të merren vesh, kurse ne nga shemi nga 2 grupe shoqërore të ndryshme, për shembull jam nga Fiera, është nga Tirana dhe thjesht jemi bërë bashk, mund të diskutojmë shumë më hapur me disa tema që s'mund të diskutojmë me një gocë apo një djalë që jemi në grupin ton shoqëror.